Avokat prokuroria e posaçme ka thirrur zonjën Balluku që të paraqitet në prokurori ditën e hënë, por siç duket Balluku ende nuk është paraqitur në prokurori dhe gjasat janë që të shkojë ditën e premte. Si e shikoni këtë zhvillim? Zhvillim komunist normal. Partia nuk i çon drejtësi njerëzit e saj, vetëm kur i dënon vetë. Është një show që e bën Spaku, sepse nëse do zbatoj ligjin dhe nëse do kishte autoritetin e duhur nga sipas ligjit, Spaku nuk do pyeste askënd, por mbi bazën e provave që disponon si kundërthuhet, dëgjojmë në media, sepse ne Spakun se kemi dëgjuar, duhet që ajo të vetë paraqitet në prokurori të jap shpjegime për çfarë do pyetet, për çfarë akuzojnë. Dhe që duhet të vej sepse ishte thënë dhe që të marrë avokat me vete. Të marrë avokatin e të shoqërohet nga avokati do të thotë që ka probleme me ligjin. Dhe në këtë kuadër ajo patjetër që duhet ta kishte marrë, duhet të kishte vajtur dhe duhet të ishte paraqitur dhe të jepte shpjegime. Nuk e bën këtë punë për arsye se nuk do kryeministri, nuk e lë kryeministri. Dhe pse nuk e lë kryeministri? Jo se i dhimbset Balluku kryeministrit. Po kryeministri duhet përgatis terrenin që të dalë pa lagur vetë dhe Balluku të mos flasë dhe mundësisht ta eliminojë këtë si çështje fare. Kështu që unë nuk kam asnjë lloj dileme, asnjë lloj dyshimi që zonja Balluku mund të shkojë në prokurori, të thot peslafe, edhe t'i thonë përfundimisht do ta ndisin kokoshin një thel, do ta akuzojnë për shkelje të barazisë në tendera, edhe për shkelje të procedurave të dhënies së tenderave. Nuk e thresin për atë që duhet ta thresin. Zonja Balluku duhet të përgjigjet dhe cili do antari kësaj qeverie duhet të përgjigjet për parat, ku vjen parat. Dhe për mendimin tim, Spaku nuk duhet të thrasi vetëm zonjën Balluku aty. Po Spaku duhet të shkojë në Ministrinë e Financave dhe të kërkojë dhënien e parave, kush i merr, ku shkojnë. Se Spaku s'po e dëgjojmë të pyesi ku van 130 milion euro që i paguam Beketit ne shqiptarët. Pse duhet ta paguanim 130 milion euro, do na thot njëri? Nuk themi pastaj për lekët e incineratorëve, të tigrave, të dreqit me të birin, ore lekët e shqiptarëve bëhen rrusha kumbulla. Natë për natë, 3 natë punojnë pa pushim fier vlorë, që shkarkojnë naftën tonë dhe e marrën të huaj dhe ne rrim edhe katandisemi për një fet buk. Këtu na kanë katandisur neve. Kjo qeveri. Këta bandit, këta komunist të pështirë, këta antikombëtar, se Shqipëria që kur u pushtua nga komunizmi në 45 e sot e kësaj dite se merr veten. Dhe Shqipërinë e kanë kthyer në një kavje, shtet eksperimental, popull eksperimental, me të cilin popull kavje me të cilin bën eksperimente sa të duash dhe shikon Illuminati deri ku dhe Amazonët shikojnë deri ku arrin, deri sa durojnë shqiptarët. Shqiptarët durojnë deri në fund. Nuk kundërshtojnë, nuk ngrihen, pak e kanë këto që u bëjnë, shumë pak e kanë. Meritojnë më keq të shkelen më shumë, sepse shqiptarët flën, e kërkojnë dhunën, e kërkojnë diktaturën, se thonë kemi demokraci, thonë, çfarë demokraci e ke? Ku është demokracia? Demokracia e ke kur ke pronë, ky pronë në ta ka marrë, atëherë ti je skllav, jo demokracia, je në skllavëri. Domethënë të trajton si do qefi ati, si një kope me bagti për të shfrytzuar, për të miel, për të therrur, për të ngrënë, për kaq na duan. Kështu na shikojnë ne ata nga qeveria, nga pushteti. E di si na shikojnë me një urrëtie të jashtëzakonshme, që ta dini. Avokat, mediat kanë folur ditën e djeshme pas daljes së zonjës Balluku në media në prezantimin e drejtorit të ri të portit të Durrësit për një pamje të zonjës Balluku, për një sy të nxirr. Realisht
është plani kamerës që ka ndodhur kjo? Jo. Është ndonjë make-up i gabuar? Jo. Zonja Balluku duhet thot pse e ka syrin, pse dolli me sy të nxirë, çfarë ka përdorur? Dhe në cilin klub të masonëve bën pjesë. Mi po thoni që Balluku bën pjesë? Për mua ka përdorur adrenokrom. Për mua ka përdorur adrenokrom. Ai është antibiotiku, është kështu narkotiku më i fuqishëm sot në botë, është $1 milion është 1 gram prej tij, që përdoret dhe e prodhojnë nga gjaku i syrit të fëmijëve të vegjël, prandaj humasin mira fëmijë çdo vit. Unë këtë dyshoj, ose ndryshe të na thonë kush e ka rrahur. Po pse duhet të shkojmë në dy ekstreme, dy mundësi? Po do të them, kur mund të jetë thjesht një pozicion kameri gabuar, mund të jetë ndonjë rimel që ka rënë në sy për gjendjen që mund ta ketë, sepse ajo sigurisht që një farë shqetësimi. Mos ma devijo bisedën se i kisha gjetë këtë zotëri. Unë nuk u lë juve të shkoni ani nga doni ju gazetarët, do shkoj aty ku dua unë, dhe do them aty që dua unë. Zotëri, ka bodyguard me vete apo s'ka? Ka gard me vete që e shoqëron apo s'ka? Çfarë kanë bërë? Nëse është goditur, kush e ka goditur dhe kush ka lejuar që të goditet? Dhe pse nuk janë arrestuar personeli i gardës që e shoqëron? S'ka një bëjnë dy. O ka përdorur adrenokromin, ose kanë lënë bodyguardët që ta rrafin kush të dojë, kush ka inat me të. Këtë na thonë. Se që ajo doli me sy të nxirë, doli. Kush janë nxirë syrin? Mos je vetëm këto dy varianta. Nuk di unë variantet tjera, unë këto dy e di. Se s'ka mundësi të ndodhin variantet tjera. Ato rimele, me kape, makeupe, nuk e di çfarë thua ti, nuk hyn ato. Mos i dhen gojë fare bile. Kështu. Avokat, nëse bie Balluku, çfarë ndodh me Ramën? Po nuk bie Balluku. Nuk do lëshoj Balluku në Rama. Kam dhe për Velian, avokat. Si prishte punë Velia i Ramës. Kjo i prish punë. Kjo i prish punë dhe i prish punë të thellë fare bile bie qeveria e tëra komplet. Dhe duhet ka ardhur koha që urgjentisht të shkojmë në qeverinë teknike. Urgjentisht qeveria teknike të marrë pushtetin, janë pjekur të tëra kushtet. Nuk mban më ujë pilafi. Nëse dikujt i dhimbset ky popull dhe ky vend dhe ky shtet, urgjentisht duhet të qërohen nga pushteti komunistët dhe të marrë pushtetin qeveria teknike. Kjo është situata në Shqipëri. E bëjnë mirë, se bëjnë dhe mos a bëjnë, unë s'kam gjendor, unë kërkesë bëj, lutje bëj. Merrni pushtetin, zgjidhni problemin kombëtar, se jemi edhe shqiptar, se jemi në ditë hallit. Avokata, mendoni që e keqe Ballukut mund t'i ketë ardhur dhe nga Veliaj, thënë kjo pasi ka pasur një lloj ftohtësie mes Veliaj, siç raportojnë mediat dhe Ballukut kohët e fundit, për se kush do jetë pasardhës si Ramës. Prit. Mund të ketë në prapaskenjë? Një minutë. Nëse do diskutoj problemi i marrëdhënieve në parti, patjetër mund të qëndrojnë këto që thonë ju, mund të vinte nga brylat që vënë njëri tjetrit për pushtet komunistët, jo të gjithë komunistët, jo vetëm komunistët, po të gjithë botën, se në fund po hyrën politik, qëllimi final i çdo njeriu që merr tesën e një partie politike është të bëhet kryetari i saj. Kjo është karriera, domethënë. Por në rastin e zonjës Balluku nuk kemi luftë politike, kështu Spaku nuk e thret për politikë, zotëri. Për politikë dhe të vrasin veten atje brenda Partisë Socialiste, brenda komitetit Partisë Socialiste, çfarë kanë, dhe t'i zgjidhin atje problemet edhe bryllat me njëri tjetrin. Jo. Zonja Balluku akuzohet nga media, se nga Spaku s'dim gjë, të mos marrim atë përgjegjësi që nuk na takon. Spaku deri tani s'ka folur dhe Spaku nuk flet, dhe më bën mirë që s'flet, dhe kjo është shumë serioze dhe shumë e mirë. Unë e vlerësoj jashtëmase që të mos dalë gjë nga Spaku, se ndryshe pastaj shtetin e mori lumi. Zonja Balluku duhet jap llogari për detyrën e saj shtetërore, jo partijake, jo për funksionin partijak.
Në funksionin partijak janë të njohura bryllat e komunistëve që kur u krijuan në 41-shin edhe sot e kësaj dite. Kamallin avokat që mund të jetë një po themi nat me njëri tjetër dhe sigurisht nga i nati mund t'i ketë bërë ndonjë denoncim të mundshëm ose një raportim ose një informacion që e ka përcjell në institucione në SPAK për shembull dhe pastaj ka ardhur pra një indicie, një Shiko, se që mjete mund të jenë përdorur për ta eliminuar, për ta hequr qafe, për ta nxjerrë nga radhët, për këtë s'kam pikën e dyshimit që përdoren të tëra. Gjithçka mund të përdoret në politikë. Por konkretisht ne nuk dim gjë, ne dim që ajo është thirrur në SPAK sipas shtypit, jo dim, po dëgjojmë që atë e kanë thirrur në SPAK për problemet e punës së saj, për detyrën që kryen. Jo se është antare e Partisë Socialiste edhe do ta eliminojnë, do ta rrëzojnë. Jo, ajo është thirrur në SPAK për atë problem që ka, për atë detyrë që kryen. Të premten pritet që Velia të dalë para gjykatës kushtetuese. Nuk mund të shkoj, unë nuk e kuptoj si mund ta çojnë në gjykatën kushtetuese kur s'kan kaluar shkallët e tjera të gjyqësorit. Këtë se marrë vesh këtë që po bëjnë këtu, këtë manovër. Se është e palishme. Pse? Sepse do gjykohet në gjykatën e shkallës parë. Pra, po nuk po shkon në gjykatë kushtetuese për veprën penale që po bën ai. Po përse? Shkon për dekretin e presidentit, të shkarkohet apo jo? Kod do lodhe. Sepse dekreti i presidentit nuk kthehet mbrapsh. Ai është i shkarkuar. Ai praktikisht është i shkarkuar dhe praktikisht dhe ligjërisht, pra teorikisht dhe praktikisht është i shkarkuar. S'merr pjesë në drejtimin e punëve të bashkisë. Kaq, ka mbaruar ajo punë. Gjykata kushtetuese nuk ka ndonjë shkelje ligji aty. S'ka shkelje ligji. Është shkarkuar zotëri. Shkojnë në gjykatë, shkojnë me shkallë gjykatës, jo me jo direkt. Dekretin e shqyrton gjykata kushtetuese. Dekretin e presidentit. Po, gjykata kushtetuese nuk e mori një herë atë dekretin e presidentit, e diskutuan një herë, e rrëzuan, tani ai do shkojë prapë, dhe bëjnë çfarë duan. Dëgjoj zotëri, këtu nuk qeveris me ligji. Këtu nuk qeveriset më me ligj. Këtu qeveriset me urdhra partijake dhe këtu praktikisht president, kryeministër, ministri i brendshëm, ministri i gjitha ministrive është vetëm një person, Edi Rama. Pushteti është përqendruar vetëm në dorë të një personi. Se si e duan diktaturën shqiptare, nuk e di. Avokata, mendoni që ka kohë që të krijohet një qeveri teknike dhe të marrë pushtetin? Pak më para thash që është urgjente situata për thirrjen dhe daljen në skenë të qeverisë teknike dhe përmarrjen e pushtetit për të përgatitur vendin për zgjedhje dhe për ndryshimet e tjera pastaj kushtetuese që do bëhen që nga ndryshimet kushtetuese në theth edhe me radhë. Pra, është nevojë urgjente ngritja, marrja e pushtetit, shkarkimi i kësaj qeverie, dorëheqja dhe marrja e pushtetit nga një qeveri teknike. Natyrisht, duke mos u njohur këto zgjedhje që janë kryer, se s'qenë zgjedhje këto qenë zgjidhje, po jo zgjedhje. Se derisa vë deputet Tërmet Peçin që thot linçuam në vend që thot lançuam, se dhe do që të flas me fjalë të mëdha edhe nuk i di. Të paktën pyet, po jo thuaj linçuam, se linçim do thot që ta masakrosh një njeri. Kupton, kështu që është një sport karavidesh ky parlament.